S'kam pas ndonjë probleme me ligjin, s'kam pas probleme, besoj se kam rinovuar atë institucion edhe i kam shërbyer qytetarëve me devotshmëri pas një lloj dallimi edhe në mënyrë të barabartë, pa nevojën që të fusnin mik, aq më keq të fusnin sekser, siç e kam gjetur në institucionin, në fakt. Dhe unë nisem nga CV-ja ime, nisem nga fakti që për atë qark, për shkak të bindjeve të mia dhe për shkak të kësaj elementit të kokforcisë që thash pak më parë, unë kam dalë në mënyrë të vijueshme në media për të thënë mendimin tim në pozicione të ndryshme, pikërisht sepse më dhemb, le të themi, veçanërisht vendlindja ime, vendi i origjinës time, dhe në këtë drejtim kjo është CV-ja ime. Cilat kanë qenë arsyet pastaj që është evidentuar se i leverdis, ta themi në këtë formë, kryeministrit e Partisë Socialiste të jem listat e hapura në Vlorë, është diçka të cilën duhet ta diskutoni me ta. Unë di arsyen sepse unë kam pranuar që të jem pjesë e garës, që në fillim nuk e kam pranuar, e kam kundërshtuar me Kush ju ka bërë ftesën? Bledi Çuçi, drejtuesi politik i qarkut, me arsyetimin fillestar që në fakt isha shumë komod, edhe duhet jemi pak realist që kjo është garë, edhe është garë, edhe është ti sakrifikon në garë gjithmonë, dhe komoditeti të bën të thuash ta mendosh 2 herë. Pastaj kur e mendova sërish, unë besoj se ka nevojë për përfaqësim politika e zonë dhe besoj se oferta që unë u jap bashkëqytetarëve të mi, duke e vajtur me një program politik që gjen tek arditbi.al të plot, duke mos vajtur pra me fjalë bosha, duke shkuar. Po pse e ke program personal ti atë? Unë kam për çfarë do të angazhohem unë, sepse nuk janë vetëm politikat makro. Çdo bashki ka problematikat e veta. Dhe secila prej këtyre problematikave kërkojnë përfaqësim politik, mbulim politik. Pra kërkojnë që të çohet zëri, të lobohet, të angazhohesh në mënyrë që ato të mund të materializohen. Politika makro është politika makro, por ka dhe mikro. Dhe e kam këtë, e do se nganjëherë flasim si politika përgjithshme. E kam këtë në përvojën time. Domethënë drejtoria e arkivave, unë e kam gjetur me një buxhet minimal. Sot ka një buxhet goxha më të lartë. Kam gjetur me një buxhet diku te 1.5 milionë euro, sot ka buxhetin 4 milionë euro. Kanë qenë projekte që ne kemi bërë që kanë sjell rritjen. Nuk ka qenë se një ditë të bukur u kujtua dikush dhe tha hajde të financojmë. Është çfarë bën ti një herë për këto probleme mikro që nuk mund të jenë në sytë e vendimarrjes si di ti. Dhe mënyra se si qasesh pastaj, serioziteti me cilin ti i qasesh, ku shkon në mënyrë zyrtare, institucionale, por edhe duke lobuar, që nuk është thjesht zyrtarja institucionale ajo dërgimi i shkresës, që ti bind për nevojën dhe ja del që të materializosh dhe në problemet që janë të zgjidhen. Këtë përvojë që e kam shumë të prekshme, është e njëjta gjë dhe kur vjen fjala për këto bashki. Tani të pyes unë ty, cili është programi i Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe gjithë partive për Bashkinë Delvin? Patjetër nuk kanë, sepse programi makro nuk bëhet dot mbi probleme lokale. Janë kandidatët, ata të cilët i qasen zonës, evidentojnë problematikën, evidentojnë mënyrën më të mirë të zgjidhjes së kësaj problematike, dhe e kthejnë këtë në angazhim për lobim. Pra, këtë ofroj, unë nuk ofroj që do zgjidh gjithë problemet. Meqense je besim rrëfej se për çfarë do të angazhohem, veçanërisht për Bashkinë Sarand, për Bashkinë Delvin, për Bashkinë Konispol, për Bashkinë Himar, për Bashkinë Vlorë, për Bashkinë Selenicë, për Bashkinë Finiqe kështu me radhë. Meqense je besim plot që mund të fitosh edhe pse je në listë të hapur. Atë e din qytetarët. Unë hyj për të fituar patjetër. Jo, patjetër. Po si ke pritshmëritë, sa mandate merr Partia Socialiste në Vlorë? Në Vlorë është afër, shumë afër, edhe unë besoj se do të arrihet si objektiv që të dalin 9 mandate nga Partia Socialiste, në një rekord historik, i cili ishte afër edhe në 2017, por që nuk u arrit. Këtë herë unë besoj se mund të arrihet për shkak se faktorët në zonë, pra faktorët elektoral në zonë edhe qasja në zonë, është aty që mundson që të arrihen 9 mandate nëse do të punohet mirë, qartë, duke sqaruar ato probleme që janë të pasqaruara, duke orientuar dhe evidentuar mënyrën e zgjidhjes së problemeve të tjera të cilat janë trashëguara apo dhe të bëra, sepse qeverisje nuk do të thotë të bësh gjërat mirë, domethënë të bësh gjëra. Kur bën gjëra nuk gjithmonë ka probleme, Tani do më thuash avantazhet dhe disavantazhet që ke ti si i ri në momentin që kërkon votun në emër të Partisë Socialiste në elektorat.
avantazhet dhe disavantazhet është element krahasimor. E kam fjalën për partinë në pushtet, nga që 12 vite në pushtet. Prap, nuk mund do më lejo që ta ndryshoj pak mënyrën e përgjigjes dhe pastaj nëse do ma rikërkote një të gjë. Ajo çfarë them është që ne kemi nevojë për përfaqësim. Ne kemi nevojë që në parlament të mos kemi deputet cilën nuk merren me zonat e tyre, që mbyllin telefonin me një herë sapo mbaron zgjedhje, që ka të tillë. Ka nga gjitha partitë, nuk është çështje fenomen i një force kjo. Na nevojiten deputet të cilët merren me zonën e tyre, na nevojiten deputet që nuk kanë 2 numra telefoni, një që përgjigjen për 3 ditë dhe një që e mbajnë për familjarët, dhe unë telefonin se kam duruar 15 vjet dhe një numër i panjohur që më merr ja kthej përgjigjen në çastin e parë që mundem. Ne na nevojiten njerëz të cilët kanë një vizion për zonën e tyre, të cilët duan që të bëjnë ndryshim, që kanë energji, që kanë dëshirë. Për mua na nevojiten njerëz të cilët si janë të dhënë, s'ka motiv kryesor në jetë, lekun, paran, si qëllim në vetvete, si objektivin kryesor, sepse kjo në fakt kthen dëme. Po kanë elemente të tjera, përfshi estetikën, përfshi estetikën jo personale, estetikën totale, përfshi punën, përfshi produktin, kanë elemente të tjera të cilat i motivojnë jetën e tyre të përditshme. Këto janë ato gjëra të cilat unë ofroj. Unë nuk ofroj ndonjë gjë të veçantë përveç se vetes time. Unë ofroj atë që jam dhe besoj, kam besim se ajo që jam dhe vizioni cilin po paraqes, qëndrimet e mia të ka hershme, të cilat s'do t'i ndryshoj sikur t'i ndryshoj Partia Socialiste, se s'është e thënë. Kemi supe i detyruar paralel të mbash peshën, qoftë për mirë, qoftë për keq të Partisë Socialiste. Patjetër, pra faturën e saj. Patjetër. Pra unë ofroj veten time si kandidat brenda Partisë Socialiste. E para sepse jemi në një moment kyç të padiskutueshëm që kemi një dritare në 2027 për t'u integruar në BE. Dhe kemi shumë afër. Edhe kjo është deklaruar nga Bashkimi Evropian. E kemi në 90-ën kemi qenë vendi avangarde. Pretendoj se do të ishim bllokun e parë. Iku 2004, bloku i parë, iku 2009, iku 2010, e ka ardhur 2025. To dritare kur humbasin, to dritare që kur humbasin, pastaj se kur i vinë nuk i dihet. Për këtë ka nevojë për stabilitet. Dhe Partia Socialiste ka treguar që ka dhënë stabilitet, ka nevojë që të mos kemi në luftë me mullinë të erës, siç është për shembull me reformën drejtësi që Partia Demokratike po deklaron se do ta zhbëjë SPAK-un, ndërkohë që Partia Socialiste ka deklaruar dhe ka pjesë të programit të vet që SPAK-u do të vijojë i pavarur, sepse kjo do të ishte regres dhe do ta humbisnim këtë dritare, e cila dritare nuk është një dritare thjesht çështje vlerash që unë e besoj. Unë jam europianist në bindjet e mia. Është çështje mirëqenie. Nëse ne qahemi pse ikin njerëzit në emigrim, nuk ka formë tjetër se si të kthehen njerëzit nga emigrimi e të mos ikin të tjerë përveç se rritjes së mirëqenies. Rritja e mirëqenies nuk bëhet vetëm me politika të mira e me dëshire me vullnet, po bëhet me lekë dhe me financim. Çdo vend ditën që ka hyrë. Vin financime dhe i vjedhin. Të lutem, se dua të dalë diku. Mund ta bëjmë analizën kaq. Po më mirë, do ta diskutojmë këtë pjesë, po nuk e kam parimore. Se kam parimore. Kam mendimin tim edhe për korrupsion, se kam parimore këtë. E kam te fakti që ditën që Bullgaria dhe Kroacia hynë në BE dhe Rumania, niveli i financimit që të vjen nga Bashkimi Evropian është aq i lartë sa që ndihet në mënyrë të menjëhershme në mirëqenien e brendshme. Pra, dua të jap kësaj theksin dhe pastaj diskutojmë atë që thua. Nuk është thjesht çështja nëse nga 100 u vodhën 10 apo 20 apo 50 apo 3 apo asnjë. Është çështja që është 100. Në çastin që ti ke 300, rritet mirëqenia me të njëjtin problem të korrupsionit që duhet luftuar. Pra, ne këtë dritare e kemi aq të rëndësishme dhe jetike për që të mos qahemi pasaj sepse po ikin në emigrim të rinjt, përse kërkojnë një jetë më të mirë jashtë e kështu me radhë. Tani ti thua që
Ne shpopulluam, tani na jepni votën, Ne ti shpopulluam. rikthejmë. Po jo më shpirt, Po pra, se e thën këto ne shpopulluam nuk banalisht e them kjo. dot unë dhe nuk e pranoj dot as logjik Po sepse shifrat flasin pra që vendi është drejt shpopullimit, ka nikur aq shumë. Po si pedagog studentësh unë e kam një debat të vjueshëm këtë me studentët e mi sepse duan që të ikin nga Shqipëria, Po nuk unë se ikin kam vetëm menduar ndonjëherë. studentët për studime. Po mirë, ato diskutim po. Edhe Jo ky është vetëm për studime, problemi, se po ti ofrosh këtu. për punë duan të ikin, duan të mbarojnë shkollën dhe Tani të për ikin. korrupsionin. Dhe unë të njëjtën gjë, dhe unë një shqiptar jam, edhe unë jetoj këtu. Edhe nuk e kam vendosur të ikin nga Shqipëria. Po mirë, se kanë gjithë Kam mundësinë pasur, që të s'është kenë e një vërtet punë kjo, të se kam mirë, pasur, po jo, po se kam pasur miqe shok të mirë që kanë pasur punë të mira dhe kanë ikë nga Shqipëria. Pra, të mos e thjeshtëzojmë çështjen. Akoma më keq pra. Të mos e thjeshtëzojmë pikërisht, pra, të mos e thjeshtëzojmë çështjen, nëse do të bëjmë një diskutim mbi arsyet sepse në Shqipëri kemi një normë më të lartë emigrimi nga vetët e rajonit, po që nuk është aq e lartë, no? Sepse norma e emigrimit edhe në Serbi nuk është e ulët, edhe në Maqedoni nuk është e ulët. Ne çfarë themi, diaspora shqiptare në Gjermani nuk janë shqiptarët e Shqipërisë.